Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Po takohemi sot me historinë e radhës. Një histori e dhimbshme, një histori që të bën me lot. Unë jam ajo që s'ka me emër më në shtëpinë që më parë e quaja shtëpia ime. Një herë atë dere hapnim bashk me fjalë të ëmbla dhe me byrek të ngrohtë. Sot dera më ngul sy për sytë e ftohtë dhe sytë e ftohtë më shpihen jashtë. Sikur isha një send i pashfrytëzueshëm që nuk ka më vend midis atyre që dikur më thanë, ty të duam shumë. Ishte 6 vite që dhoma ime, krevatet tona, tavolina jon, ishte një skenë e një tradhtie që u shqye nga fshehtësitë dhe qeshtjet e vrazhda pas shpinës. 6 vite që ai buzëqeshte me mua në mëngjes dhe në darkë i jepte duart e mia të thata kujtime të gënjeshtërta, ndërsa zemra e tij buzëqeshte diku tjetër, në dritën e telefonit të fshehur. Nuk e kuptova menjëherë, jam e sinqert, asnjë grua nuk doj ta besoj se bashkëshorti, njeriu që ndan shtratin, pijatën edhe fjalët e para të ditës, do të shkëlqej në fshehtësi më të afërme që unë e përqafoja si motër atë njeri. Por shenjat erdhën, mesazhe në mesnat që shfrynin nervat e tij. Një agjitim i çuditshëm kur përmendja emrin e kunatës. Ajo heshtje e tij që po rritej si mur midis neve. Një natë e ftohtë pranvere më gjeti përballë dyerve të kuzhinës, duke lexuar bisedat që i hodha një sy të pamenduar. Jo me zemër të qetë, por me dorë të dridhur. Ato mesazhe ishin si akull, fjalë që flisnin për takime të fshehta, për premtime që unë kur nuk i kisha dëgjuar më parë. Atmosfera u bë e papërshkruar. Shtëpia ishte e zymt, ajri i mbushur me aroma të paqarta të tradhtisë. Kur i kërkova sqarim, ai më tha se isha paranojake, se isha e padrejtë, ai dinte të vështirësonte fjalët, të kthehej i përzemërt dhe pastaj, me një qetësi të rrezikshme, të më shmangte përgjithësinë. Kunata ime, ajo që unë e kisha dashur si motër, që më kishte thënë fjalë të ëmbla kur isha shtatzën, që më kishte huazuar këmishën në të ftohtin e janarit. Ajo më tradhtoi. Nuk ishte një çast i vetëm, por një zinxhir. Takime të fshehta, përqafime të fshehta, premtime që u bën gënjeshtra. Ajo dinte se çfarë bënte dhe më e tmerrshmja, ajo dhe buri im vendosën të më nxjerrnin edhe fajtore. Kur nisa të kundërshtoja, kur solla fakte të vogla, kur me atë guxim që të mbetet kur je lënë vetëm kërkova shpjegim, ata ndryshuan skenën. Si aktor me një skenar të shkruar, ata shpërndan se unë isha që humba një shport me bizhuteri, me florin. Nga shtëpia, ishin gjëra që shtëpia joni kishte mbledhur me vite. Varse të dhuruara nga nëna ime, unaza që mi kishte bler ai kur më propozoi, gjëra të vogla me vlerë dhe mbi të gjitha me kuptime. Dhe ata u thoshin fqinjve, ajo i vodhi.
Ata e përsërisnin fjalën me aq lehtësi sa që ajo u bë vërtet për shumë kënd. Nuk ka ndjenjë më të rëndë se të shohësh fytyrat e njohura që shndrohen në portat mbyllura. Sytë që dikur të përshëndetnin me ngrohtësi, tani të shikojnë me përbuzje. U fol për mua në dyert e kafeneve, në pritjet familjare, në treg. Ajo vjedh, po përsëritej si një këngë e hidhur. Unë provoja të flisja, të tregoja, të sqaroja. Ku ishin prova që mua më lidhnin? Por fjalët e mia binin në gjoksin e brinjve të tyre si rëra. Asgjë nuk qëndronte. Dita kur më nxorën në rrugë ishte ditë pa diell. Ai mbylli derën dhe para fëmijëve që ende më thrisnin mami, dëgjova fjalët e tij të ashpra. Shko, s'ke vend më këtu. Kunata me grimcat e një qetësie të shtrirë më tha, është mëkat që të na tradhtosh kështu. Një komshi i njohur kapi në telefon, bëri video, fytyra ime u bë spektakël. Unë dola me 2 këmisha në duar, zemrën sigur, dhe qenin e shtëpisë që më kishte parë të roja aty, u lërinte pas derës së mbyllur. Nuk është vetëm humbja e strehës, është dhimbja e fyerjes, është vlera e shkelur e nderit që më përmbys. Fëmijët e shokëve të mi më ndaluan në rrugë, disa përgjegjësuan me bishë të gojës. Ajo i vodhi Florint. Lotët më vërshuan. Një natë të vetme që lotës mund dalën. Si të shpjegosh se fjalët e kurdisura mund të dërgojnë një nënë në rrugë dhe të marrin fëmijët e saj nga duart? Si ti thua qytetit që zërat nuk janë gjithmonë të vërtet? Kam qenë e ulur në park me krahët mbështetur në gjuhë duke parë fëmijë që kërcenin, fëmijë që nuk ishin të mi. Dhe një të ftohtë më shpërtheu gjerë në palcë. Kishte fëmijë që ishin bërë dëshmitar të trupit tim. Një fëmijë qeshi jo nga urrejtja, por nga mos kuptimi. Dhe unë ndjeva se sytë e mi po mbusheshin me krip që diqte. E loti nuk është vetëm pik uji që bie, është gjuhë që kur s'mund ta fshehësh kur je lënë pa shtëpi. Natën kur rruga mbushej me drita të zbeta, unë isha ende aty, me valixhen e vogël dhe një zemër që donte të thëriste emrin e fëmijës tim. E mbylla me kujtime, i ndjeja peshën e çdo sendi të lënë pas, një këmishë e ti, një çekani vogël, një dhuratë nga Vjera dhe një kuti me bizhuteri që dikur më kishte ëndruar. Kush i kishte marrë? Kush i fsheu? Pyetje që shfaqeshin si thika dhe përgjigja mu përgjigj me heshtje. Përditshmëria ime u kthye në një rrugë të gjatë shëtitjen me rallë. Kam ecur drejt vendit ku punoja dikur me shpresën e vogël se dikush do të më besonte, por edhe aty më prishej prapë etika e gruas që vodhi, më përndiqte. Ndonjëherë më ftonin në intervista pune, dhe kur flisja për aftësitë e mia, syri i tyre kërkonte diçka tjetër. Një shenjë që unë isha fajtore. Ishte si të kërkoje një hapësirë ajri në një dhomë plot tym të pamundur. Ndonjëherë kur natyra bëhej shumë e rëndë, mendoja për ata që kemi humbur. Dashurinë që ishte një herë e pastër, respektin që beti copë, fëmijë që u ndan nga unë si një fat i pafalshëm. Dhe pastaj në mes të atyre hapësirave të mëdha, ndodhte diçka që ngjante me një dritë të vogël. Një mik i vjetër, një fëmijë që më njihte nga fëmijëria, një grua që dikur kam ndihmuar me ushqime.
Ajo vinte dhe më fuste pak bukë në duar, një fjalë të thjeshtë. Unë të besoj. Këto pak fjalë ishin benzin për të vazhduar. Ndonjëherë vonë në natë unë ulesha dhe flisja me veten. Pyetja më e dhimbshme ishte si mund të ngrihem përsëri, si të rikthej nderin që më morën. Nuk jam hero, jam një nën, një grua me plak të hapura, por çdo plak me kohën mësova si mund të mbushtem me diçka tjetër, me forcë, me të vërtetën që pret një çast kur ti nuk e ke pritur. Vendosa të mos pres më çfarë do të liste qyteti. Fillova të kërkoj dokumente, pra pas kena, kërkova prova, mora me vete dëshmi, derë më derë. Disa njerëz që njihnin dinakrinë e kunatës ishin të gatshëm të flisnin. Një shitës i vogël tregoi se kishte parë kunatën që u siguronte sende të çuditshme në datat kur unë isha në shtëpi. Një person tjetër gjeti një kuti të fshehur në sirtar që përputhej me përshkrimin e bijuterive që mungonin. E vështirë? Po, por e mundur po. Kur e drejtova zërin tim tek ata që duheshin, policia, fqinjët, njerëzit e familjes, disa syt nisën t'i ndryshojnë drejt meje. Disa urdhrave ju vendosa pika, punë hetimore, verifikime. Nuk ndodhi brenda një dite. E vërteta është e ngadalt, një lumë që gërmon gurin e fshehjes. Por ajo rjedh, dhe kur filloi të rrithte, shumë gojë u mbyllën përpara fakteve. Mës është e lehtë të them se eri mora gjithçka? Nuk është një ringjallje filmike, nuk ka një moment të vetëm triumfi, por ka një rrugë të gjatë të njohjes së vetes sërish, të rindërtimit të dritës që më morën, dhe më janë kthyer disa njerëz që më thanë faleminderit për durimin, disa prej tyre më kërkuan falje për atë që besuan. Në sytë e fëmijëve të mi, kur pas disa muajsh, pash një heshje të re, një lloj besimi që fillon të ngrihet me kujtimin të fjalëve të mia të vërteta. Por humba shumë, shtëpinë, komandën, sigurinë, por nuk doja të përfundonte vetëm si një nën që u humb në turmën e fyerjeve. Kam mësuar të ngrihem më pak, më shumë vetëdije, kam mësuar të çmoj zërin tim. Me e rëndësishmja kam mësuar diçka që s'është kur e tepërt se nderi një gruaje nuk është vetëm në sendet që mban, por në gojen që reh kur flet sinqerisht. Me përmbyllje, kjo është për ju që do ta dëgjoni. Nëse vini një ditë përballë fjalëve që ju shkatrojnë, mos lini ato të vendosin vlerën tuaj. E vërteta është e ngadalt, por ekziston. Mos u dorëzoni nga turpi që dikush tjetër ju shpërnda. Ngriuni dhe kërkoni dritën, sepse në errësirë ka gjithmonë një vend për të parë përsëri diellin.